Bilal ibn Rabah, një zë i lirisë në shërbim të Islamit. Bilal ibn Rabah ishte një njeri nga sahabët më të dalluar të pejgamberit Muhammed a.s., i cili zuri një vend të veçantë në historinë islame për shkak të besnikërisë së tij, durimit të jashtëzakonshëm dhe qëndrueshmërisë në fe. Ai lindi në Mekë rreth vitit 580 pas erës së re, në një kohë kur shoqëria arabe ishte e ndarë sipas klasave dhe skllavëria ishte një fenomen i zakonshëm. Nëna e tij ishte një skllave afrikane, ndërsa babai i tij mendohet të ketë qenë gjithashtu me prejardhje afrikane. Për këtë arsye Bilali lindi në robëri dhe u rrit si një skllav në një shtëpi kurejshite. Ai ishte nën pronësinë e Umeja ibn Khalaf, një nga armiqtë më të betuar të Islamit. Fëmijëria e Bilalit ishte e vështirë dhe mbushur me vuajtje. Si shumë skllav të asaj kohe, ai trajtohej si pronë dhe jo si qenie njerëzore. Megjithatë, Bilali dallohej për natyrën e tij të qetë, karakterin e tij të fortë dhe për zërin e tij të bukur, cilin me vonë përdori për thirrjen në namaz, ezanin. Ai ishte një njeri me ngjyrë të errët dhe ky fakt shpesh përdorej nga politeistët mushrikët arab për ta nënçmuar, por feja islame i dha atij një pozitë të lartë dhe të nderuar. Kur Muhamedi a.s. filloi të predikonte Islamin dhe të ftonte njerëzit në besim në një Zot të vetëm, lajmi për këtë mesazh filloi të përhapej për Mekë. Edhe pse shumë prej pasanikëve dhe njerëzve me pushtet e refuzuan, ishte edhe nga thresat më të ulta që e pranuan me sinqeritet këtë thirrje. Për ta ishte edhe Bilali. Ai ishte një ndër të parët që pranuan Islamin, megjithse kjo gjë do t'i kushtonte shumë. Islami i tij nuk ishte thjesht një zgjedhje fetare, por një revolucion personal dhe shoqëror që sfidonte status quo-n. Pranimin e Islamit ai nuk fitonte asnjë të drejtë të re në sytë e pronarit të tij. Përkundrazi, ai filloi të përballej me tortura mizore. Umeja ibn Khalaf, pronari i Bilalit, ishte shumë i zemëruar me konvertimin e tij në Islam. Ai e çoi Bilalin në shkretetir, e shtriu mbi rërë të nxehtë dhe i vendoste gurë të mëdhenj në gjoksin e tij, duke e detyruar të heqë dorë nga besimi i tij. Por Bilali qëndroi pa lëkundur. Ai vazhdonte të përsëriste fjalën Ehad, Ehad, një, duke i referuar Allahut të vetëm që është një. Këto ishin momente të jashtëzakonshme sakrifice dhe qëndrueshmërie. Torturat ishin të dhimbshme, por shpirti i Bilalit ishte i lirë. Ai e kuptonte se skllavëria e vërtet ishte të jetuarit pa besim dhe se liria e shpirtit vjen përmes përkushtimit ndaj Allahut. Kjo qëndresë e Bilalit i bëri përshtypje të thellë edhe vet pejgamberit Muhammed paqja qoftë mbi të dhe sahabëve të tij. Një nga pasanikët musliman, Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, e pa gjendjen e rëndë të Bilalit dhe vendosi ta lirojë atë. Ai i ofroi Umej bin Khalefit një shumë të konsiderueshme parash dhe e bleu Bilalin për ta çliruar. Ky moment faqësonte triumfin e Islamit mbi padrejtësinë dhe ignorancën. Pas lirimit të tij, Bilali u bashkua rrethit të ngushtë të pejgamberit dhe filloi një jetë të re si njeri i lirë, por mbi të gjitha si besimtar i devotshëm dhe i nderuar. Pas lirimit të tij, Bilal ibn Rabah filloi një kapitull të ri të jetës, një jetë në liri, por të përkushtuar ndaj misionit hyjnor të Islamit. Ai nuk ishte më një skllav i trupit, por një rob i bindur i Allahut. Vlera e tij në mesin e muslimanëve filloi të rritet për shkak të devotshmërisë, sinqeritetit dhe përkushtimit të tij të palëkundur. Ai nuk kërkoi asnjë pozitë, asnjë përfitim, por me përulësi qëndronte gjithmonë afër të dërguarit Muhammed a.s. dhe merrte pjesë në çdo përpjekje që kontribonte në forcimin e fesë islame. Një nga nderimet më të mëdha që u dha Bilalit ishte emërimi i tij si muezin, thirrsi i parë i ezanit në Islam. Kjo nuk ishte një detyrë formale apo e zakonshme, ishte një pozicion i shenjtë që kërkonte pastërti shpirtërore, zë të bukur dhe devocion të sinqert. Pejgamberi Muhammed paqja qoftë mbi të, e zgjodhi personalisht Bilalin për këtë detyrë, duke vlerësuar zërin e tij të bukur dhe të fuqishëm, por mbi të gjitha, besimin e tij të palëkundur. Kur muslimanët ndërtuan xhaminë e tyre në Medinë, zëri i Bilalit ishte ai që për herë të parë thoi njerëzit në adhurimin e Allahut me fjalët e ezanit: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ky moment ishte historik dhe i paharrueshëm. Ishte një zë i dikurshëm i nënçmuar nga shoqëria, por që tani thriste në emër të Zotit për të gjithë besimtarët. Ishte një simbol i fuqishëm i barazisë, i drejtësisë dhe i ndryshimit që solli Islami. Zëri i Bilalit kumbonte në ajër si një dëshmi e përmbysjes së normave shoqërore të ignorancës. Për çdo ezan që ai thriste, ai jo thjesht që lajmëronte kohën e namazit, por kujtonte për të gjithë se Islami ishte feja e çlirimit shpirtëror dhe shoqëror, ishte feja e paqes. Bilali ishte gjithashtu një luftëtar i guximshëm dhe mori pjesë në shumicën e betejave të rëndësishme në historinë islame. Ishte i pranishëm në betejën e Bedrit, ku muslimanët për herë të parë u përballën ushtarakisht me udhëtarët e Mekës. Kjo betejë ishte një nga momentet më të rëndësishme dhe më vendimtare në historinë e hershme të Islamit. Në këtë betejë Bilali kishte qëllim të qartë, të përballej me ishpronarin e tij,
Umayya bin Khalaf, i cili përfaqësonte dhunën, padrejtësinë dhe urrëtitjen që ai kishte përjetuar për vite me radhë. Allahu e kishte caktuar që Bilali të ishte mjeti i drejtësisë. Gjatë betejës, Bilali pa Umayyan dhe thirri me zë të lartë: "Ky është kryearmik i Zotit." Ai dhe disa nga sahabët e tjerë e rrethuan Umayyan dhe ai u vra në atë betejë. Ky moment nuk ishte një hakmarrje personale, por një drejtësi hyjnore që u realizua përmes dorës së një njeriu që dikur ishte shtypur pa mëshirë. Për Bilalin, kjo ishte një çlirim i plot nga kujtimet e dhunës, nga vargojnët e robërisë, një shërbim ndaj kauzës së drejtësisë së Zotit. Pas çdo betejë dhe ngjarje madhore, Bilali vazhdoi të mbetet një nga njerëzit më të afërt të dërguarit Muhammed alayhis salam. Ai ishte gjithmonë pranë tij, si në ditë fitorie, ashtu edhe në kohë të vështira. Një nga momentet më prekëse të jetës së Bilalit ishte pas vdekjes së të dërguarit të Allahut, kur pejgamberi ndroi jetë. Bilali u përfshi nga një dhimbje e thellë. Ai nuk mundi ta përballonte mungesën e Resulullahit në Medinë dhe kërkoi leje për të udhëtuar dhe për të luftuar në rrugën e Zotit në vendet e tjera. Ai u largua nga Medina me zemrën e thyrë dhe u vendos në Siri, ku vazhdoi jetën e tij në përkushtim dhe adhurim. Në Medinë njerëzit i kërkuan që të thëriste përsëri ezanin, por ai refuzonte, sepse çdo herë që e fillonte kujtonte pejgamberin Muhammed dhe nuk mund ta përfundonte nga lot. Vetëm një herë gjatë vizitës së nipave të pejgamberit Hasanit dhe Husejnit, ai pranoi të thirriste ezanin. Kur zëri i tij u dëgjua sërish në Medinë, të gjithë banorët shpërthyen në lot. Ishte një kujtesë e fortë për ditët e ndryshme të pejgamberit Muhammed alayhis salam dhe një përkujtesë për sinqeritetin e atyre që e ndoqën rrugën e tij me përkushtim. Jeta e Bilalit në Siri ishte përkushtuar ndaj Islamit, devocionit personal dhe shpërndarjes së mesazhit të fesë. Vendos në qytetin e Damaskut, ku vazhdoi të jetojë në përulësi, larg zhurmës së pozitave të larta dhe kërkesave për nderime. Nuk kërkoi asnjëherë pozitë, as ofiq, sepse ai ishte rob i Zotit, jo i dynjas. Shokët e tij, sahabët, shpeshherë përpiqeshin ta bindin që të rikthehej në Medinë ose të merrte pjesë më aktive në udhëheqje, por ai kishte zemrën të mbushur me kujtimet e ditëve me të dërguarin e Allahut dhe nuk mund të pranonte një tjetër jetë përveç thjeshtësisë që kishte zgjedhur. Për Bilalin ditët më të ndritura të jetës së tij ishin ato që kaloi pranë Resulullahit Muhammed alayhis salam. Ai e përmendte gjithmonë me mall dhe shumë herë nuk ishte në gjendje të fliste për të palëtuar. Ai kishte parë me sytë e tij se si Islami përmbysi shoqërinë e errët të ignorancës dhe e ktheu atë në një bashkësi të ndritur, ku njeriu nuk vlerësoi për pasurinë apo për përjardhje, por për devotshmërinë dhe moralin. Kush nuk mund ta dëshmonte këtë më mirë se Bilali, një njeri që kaloi nga skllavëria në nderim të lartë pa asnjë tjetër mjet përveç imanit. Në një rast pejgamberi e kishte dëgjuar Bilalin në një ëndër duke ecur para tij në xhenet. Kur u zgjua ai e pyeti Bilalin se çfarë ishte ajo vepër që bënte të arrinte një pozitë kaq të lartë. Bilali ju përgjigj se pas çdo vdesje ai falej 2 rekate. Pa ndërprerje. Kjo vepër e vogël e bërë me sinqeritet ishte një nga arsyet që pejgamberi kishte parë në atë mënyrë. Ky tregim tregon se si veprat e thjeshta, kur janë të përkushtuara vetëm për Allahun, mund të kenë shpërblime të mëdha. Bilali nuk ishte dietar as udhëheqës ushtarak, por ishte një njeri i thjeshtë me një zemër të madhe dhe të pastër, që e donte fenë dhe të dërguarin Muhammed alayhis salam me gjithë qenin e tij. U kaloi dhe Bilali la. Trupi i tij u dobësua, por zemra e tij mbeti paqe fort dhe mbushur me dritën e besimit. Në vitin 640, pas herës së re, Bilali u sëmon rënd në Damask. Gjatë ditëve të fundit të jetës së tij, fytyra e tij ishte ndriçuar dhe ai priste vdekjen me buzëqeshje. Kur familjarët e tij qanin pranë tij, ai qetësonte duke thënë: "Ah, sa e bukur është vdekja. Nesër do të takoj të dashurin tim, Muhamedin dhe shokët e tij."